Trupat amerikane të aviacionit të caktuar në Komandën Rajonale Lindore të Misionit të KFOR-it të udhëhequr nga NATO e kanë zhvilluar me sukses një operacion të zbarkimit ajror në mbështetje të një patrullimi të pavarur të njësive të këmbësorisë amerikane përgjatë vijës administrative ndarse në veri të Kosovës. Operacioni përfshi ngritjen dhe transportimin e trupave në zonë me helikopter ushtarak me qëllim zhvillimin e aftësive taktike dhe mbështetjen e sigurisë në këtë zonë të ndjeshme. Ky aktivitet vjen në kuadër të trajnimeve të rregullta që realizohen për të garantuar një nivel të lartë gatishmërie dhe ndërveprojshmërie ndërmjet njësive të KFOR-it, duke ruajtur gjithashtu aftësinë për të vepruar në mënyrë të shpejtë dhe efektive në situata të ndryshme. Zyrtarët ushtarak theksuan se ky trajnim është i rëndësishëm për të përforcuar bashkëpunimin ndërmjet forcave amerikane dhe atyre ndërkombëtare në terren, duke mbështetur përpjekjet e vazhdueshme për një ambient të sigurt dhe të qëndrueshëm në Kosovë. KFOR-i në përputhje me mandatin e tij që buron nga rezoluta 1244 e Këshillit të Sigurimit të Kombeve të Bashkuara e vitit 1999 mbetet i përkushtuar për të garantuar siguri dhe liri të lëvizjes për të gjitha komunitetet që jetojnë në Kosovë. Pjesë e këtij angazhimi është edhe bashkëpunimi i ngushtë me institucionet vendore të sigurisë, përfshirë Policinë e Kosovës si dhe me Misionin e Bashkimit Evropian për sundimin e ligjit në Kosovë EULEX. Të tre strukturat bashkëpunojnë ngushtë për të koordinuar reagimin ndaj çdo situate që mund të cënojë rendin dhe sigurinë publike. Zyrtarët e KFOR-it nënvizojnë se prania e vazhdueshme e trupave në terren dhe kryerja e trajnimeve të tilla janë thelbësore për të ruajtur stabilitetin dhe për të përmbushur misionin për një mjedis të sigurt për të gjithë qytetarët e Kosovës pa dallim etnie apo përkatësie tjetër. Veprimtari të tilla do të vijojnë edhe në të ardhmen si pjesë e angazhimit të NATO-s për paqe dhe siguri në rajon.